Si në fakt, ndalemi tek një informacion I cili fliste pikërisht për humbimin e një personi nga 2 vëllezër dhe nga një kushërir I tyre. Në fakt, 2 personat janë arrestuar tashmë, por personi tjetër I cili është përfshirë në këtë humbim është në kërkim. Ka disa të dhëna mbi këtë aksion të policisë, detaje të cilat na I përcjell Esido. Esido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori, në fakt një ngjarje e rëndë shënuar ditën e 31 marsit mes zemrës së Tiranës, në afërsi të zonës së Ish Parkut. Në fakt një ngjarje e cila më shumë ngjason me skenaret e filmave hollywoodian, sa I takon rrëmbimit të një personi I cili më pas është torturuar dhe është dhunuar ashpër nga 3 rrëmbyeset e tij. Të paktën policia e Tiranës, pas disa ditësh hetime intensive, ka arritur në identifikimin e personave dhe sipas saj pra ka arritur në zbulimin dhe dokumentimin e ngjarjes së plot, ku ka të paktën 2 persona, ndërkohë një tjetër ndodhet ende në kërkim. 2 vëllezërit Jurgen dhe Kevin Neza, si dhe djali I tyre I Xhaxhai Tyse Neza, 33 vjeç ky I fundit, ndërkohë 2 vëllezërit I përkasin moshës 28 dhe 25 vjeçare, kanë qenë protagonistët ose autorët e dyshuar sipas policisë, tashmë të dokumentuar përmes kamerave të sigurisë, të cilët kanë rrëmbyer një 32 vjeçar identifikuar si Florian Sula, biznesmen nga zona e Divjakës, por që jetonte në Tiranë. Megjithatë, ata kanë arritur pra të paktën për disa ditë, sipas burimeve të policisë, 3 autorët e kanë ndjekur le të themi viktimën e tyre, duke monitoruar çdo lëvizje të tij deri në momentin që ky I fundit, pra me datën 31 mars, ka qenë duke konsumuar një kafe në afërsitë të zonës së Ish Parkut, një zonë mjaft të populluar, një nga lagjet më të rëndësishme të kryeqytetit. Menjëherë sapo është ngritur 32 vjeçari nga kafi, ata e kanë ndjekur dhe në një rrugicë I kanë shkuar pranë ku janë prezantuar si agent të BKH-s dhe I kanë kërkuar që të vinte me ta për shkak të hetimeve ku emri I tij pra është I përfshirë në disa dosje të rëndësishme. Menjëherë pasi e kanë marrë në automjetin e tyre, kanë shkuar në zonën e Xhavzotaj, pra në afërsitë të Durrësit, nga janë dhe morgjin pra 3 persona, 3 autorët e kësaj ngjarje, ku brenda një magazin për gjatë gjithë natës e kanë dhunuar duke e goditur me sendet e forta, por dhe me grushte, ku I kanë kërkuar pra për lirimin e tij 2 milion euro. Të paktën 32 vjeçari ka kundërshtuar duke thënë se nuk ka shumë para për t'i dhënë rrëmbyesve të tij, ndërkohë këta të fundit pra I kanë kërkuar më pas 1 milion euro, duke arritur të paktën në negociatat e tyre deri në 500.000 euro, ku 32 vjeçari ka rënë dakord që të paguajë shumën prej 500.000 euro, të paktën të lirohet dhe të shkojë që të marrë paratë në bankën e tij dhe më pas t'u sjell. Por të paktën menjëherë sapo është liruar në orët e para të mëngjesit, 32 vjeçari është drejtuar policisë, ku ka bërë kallëzimin e fjalë dhe menjëherë ka nisur hetimet e policisë. Të paktën nga kamerat e sigurisë në zonë dhe jo vetëm, pasi policia ka arritur që të ndjekë të gjithë itinerarin e automjetit me të cilin është rrëmbyer 32 vjeçari, ka arritur në dokumentimin e plotë të ngjarjes, kanë qenë kamerat e sigurisë në vendngjarje në zonën e Ish Parkut, ku kanë filmuar të paktën momentin e rrëmbimit të 32 vjeçarit. Në kamerat e sigurisë duken 3 autorë, 2 prej tyre në fakt kanë vesur një maskë farmaceutike, pra një maskë Covidi, për të mbuluar fytyrën e tyre dhe kanë përdorur kapele. Të paktën 3 personat kanë përdorur kapele, por njëri prej tyre, konkretisht Hyse Neza, 33 vjeçari, pra kushërier I 2 vëllezërve Neza, nuk ka përdorur një maskë farmaceutike. Megjithatë, policia ka arritur në dokumentimin e plotë të ngjarjes, ku vijnë hetimet për arrestimin e personit të tjerë. 3 personat autorë të dyshuar të kësaj ngjarje janë emra të njohur për policinë, me konflikt ndjes me precedente të mëparshëm penal për konflikte të ndryshme, për grabitje dhe për akte të tjera të dhunës. Po a njeshin më herët Esido 3 persona të cilët e kanë dhunuar e kanë marrë peng me 32 vjeçarin viktimën? Të paktën informacionet e para u qarkullua le të themi të dhëna se kishin njohje me njëri tjetrin, por kjo rezultoi e pavërtetë. 32 vjeçari nuk kishte asnjë njohje me personat e dyshuar për autor të kësaj ngjarjeje. Të paktën ato ajo çka dyshohet është se vëllezërit Neza së bashku me kushërierin e tyre kishin informacion të saktë mbi vendodhjen dhe momentin që ka mbritur Florian Sula në Shqipëri. Ky I fundit merret me ndërtime, le të themi pra në biznesmen në fushën e ndërtimit, por më përpara ka qenë I përfshirë dhe në bizneset të ndryshme të call centrave kryesisht, ku emri I tij në fakt është përfolur dhe në një nga dosjet më të bujshme të SPAK, I cili u mor si person e djeni, por ishte I përfshirë në një nga dosjet më të fuqishme të goditura nga prokuria e posaçme sa I takon goditjes së call centrave. Megjithatë, ky I fundit jetonte për disa kohë jashtë Shqipërisë dhe vetëm 2 muaj të fundit kishte ardhur në Shqipëri, ishte kthyer pra në vendin tonë. Megjithatë, 3 autorët e dyshuar kishin informacion të plot mbi lëvizjet e biznesmenit 32 vjeçar, ku kanë patur informacion që gjatë
muajve të fundit ai ishte rikthyer në Shqipëri, ku e ka ndjekur të paktën gjatë 2 javëve të fundit duke monitoruar çdo lëvizje të tij, por nuk rezulton të kenë patur njëjë të më përpashme. Tani Esido, për të thënë vërtetën, gjoba e vendosur nga Pengmarsi 2 milion euro është një shumë e madhe. Duket që Pengmarsit kanë pasur, le të themi, informacione të sakta për shumat apo për pasurinë e disponuar nga le të themi për biznesmenin nga Divjaka. Është hapur një hetim pra sa i përket prokurorisë apo policisë, sa i përket le të themi të ardhurave të këtij fundit? Sa i takon të ardhurat të këtij fundit në lidhje me ngjarjen e fjalë ende nuk ka një hetim pra le të themi për verifikimin e burimit të ardhurave, pavarësisht gjobës që është vendosur ku vetë viktima ka pretenduar se nuk i zotëron aq shumë para. Megjithatë aktiviteti i tij call centrave është verifikuar dhe nga prokuroria e posaçme sa i takon përfshirjes së emrit të tij nga dosjet më të bujshme ku janë goditur një ser call centers në bashkëpunim me autoritetet e huaja përpara 2 vitesh në Shqipëri. Megjithatë ngelet për të parë le të themi informacione të sakta që 3 autorët me mbiemrin Neza, pra 2 vëllezërit Jurgen dhe Kevin Neza, si do kushërieri i tyre Hysen Neza, kishin le të themi mbi lëvizjet e 32 vjeçarit Florian Sula, por dhe le të themi informacionet për shkak të statusit të tij pra si biznesmen ku kishin kërkuar dhe shumën e parave. Dyshohet se janë dhe personat e tjerë të afër me personin i cili është marrë peng, të cilët mund t'i kenë dhënë informacione kushërive Neza mbi lëvizjet e Florian Sules, por dhe të gjithë aktivitetin e tij të biznesit të ushtruar gjatë viteve të fundit në Shqipëri, apo dhe momentin që ai ka rritur në vendin tonë përpara 2 muajsh pasi ishte kthyer nga shteti. E qartë, dhe pyetja ndoshta e fundit, paktën nga ana ime, nëse i referohemi ngjarjes si ti tregove pak më parë, thej që është liruar biznesmeni për të shkuar dhe për të tërhequr parat në bank dhe jo për t'i marrë në shtëpi. Duket që praktikisht është e pamundur, kam përshtypjen që të shkosh në një bank të nivelit 2 dhe të bësh një transakcion prej 500.000 eurosh të gjitha në cash. Kam përshtypjen është e pamundur. Duket që edhe niveli pengmarrjes mbetet në nivel amator. Pa tjetër, Flori, të paktën në momentin që ata kanë pranuar që ta lirojnë pengun e tyre në këmbim që ai të tërheqë para në bank, por dhe një pjesë tjera pra të marrin nga të afërmit e tij për të mbuluar që të gjithë shumën prej 500.000 eurosh të paktën pas negociatave prej disa orësh mes grabitësve por dhe viktimes, duket se ka patur le të themi momentin ku është shfrytzuar pikërisht nga 32 vjeçari, i cili menjëherë më pas i është drejtuar drejtorisë vendore të policisë në Tiranë, ku ka bërë dhe kallëzimin e fjalë pranë agjendeve të krimeve të rënda. Megjithatë, pritet që ditën e sotme jo vetëm 2 persona të arrestuar, por dhe vetë viktima të merren sërish në pyetje nga grupi hetimor për të zbardhur më shumë detaje sa i takon dinamikës së ngjarjes dhe zbulimin e plot dhe dokumentimin e plot të kësaj ngjarjeje. Shumë e qartë, Esido, faleminderit për gjitha informacionet që përcollen në studio. Faleminderit, Esido.